zoti Hasani. Që mund të thoni për epopejën e UÇK-s? Fillimisht 5 marsi është ngjarje më e rëndësishme në historinë e kombit ton si shqiptar, kudo që jemi. Edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë, Malzi, edhe shqiptarët që janë pjesë Preshev, Medvegje, Bujanovc. Angazhimet dhe për të ardhur deri te kjo ditë janë një përpjekje shekullore e popullit ton për liri. Dhe rrethanat politike të kohës deri në momentet kur është prish Jugosllavia kanë qenë thuaj të pashpresa. Moment që nësi shqiptar kena bo vazhdimisht përpjekje. Asnjëherë s'është nalë përpjekja. Nga 1912 shpallja e pavarësisë dhe vendosja e kufive me konferencën e Londrës deri në 1990 asnjëherë s'është ndërprej përpjekja për bashkim. Herë më shumë, herë më pak. Nga lëvizjet kaçake, nga lëvizjet ilegale, nga forma e ballistëve, nga partizanët, nga tjetër, burgosjet, do të thotë nuk është nalë deri në 90-ën absolut. Ndryshimi i Jugosllavisë krijoi rrethana krejt të reja tani. Sepse aktiviteti është rrit viteve 80-ta. Me daljen e kërkesave Kosova Republik, dhe si kërkesë u pranu për rrethanat e kohës. Ishte rrethanat e tilla, po. Po, kishte edhe programe tjera, programi Adem Demaçit ishte programi për bashkim. Po në rrethana ju transformu. Tani, me ndryshimet kushtetuese të 90-s, prishja e Jugosllavisë, shpallja e shteteve të pavara, të Slovenisë, Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, krijoi rrethana të reja për shqiptarët. Na metëm pjesë së Serbisë dhe duke të bëjmë zgjedhje. Në masat e dhunshme. U kriju rrethanat ishin autonomisë 23 marsit 1979, po. Ato fillon pak më herët në ardhen e Miloševićit në pushtet. Ishin 17 tetorit konferenca e Beogradit të vitit të 88, kur Miloševići erdhi në pushtet dhe filloi fushatën e tina përgatitjes edhe për shkatrim. Ai në nënën e mobilizoi Serbinë. Për nënën e tjetër i mobilizoi edhe popull e tjerë. Në këtë drejtim i mobilizoi edhe shqiptarët dhe neve si kombë. Shikuar nga kjo perspektivë. Tani, në 90-ën, ne u bën ndryshimet, dolën me platformat, gjithë që ishin pjesë e burgjeve shqiptarët në për burgje, edhe që kishin kalu në pjesë e hetimeve, u bën bashkë në një platformë për mbrojtjen e qenies sonë kombëtare. Dhe kriju si lëvizje demokratike për mbrojtjen dhe një zgjedhje paqësore e formës për shkak të rrethanave politike. Ishte pozitive, po kjo nuk ishte e mjaftueshme, sepse Kroacia dhe Slovenia shpallën luftë, Bosnia po ashtu. Atëherë çfarë pritin nga ne? Duhet ndryshimi i rrethanave, kërkesa për mobilizim, për angazhim. Politika e kohës sa ishte pozitive, qaq ishte edhe negative në të kuptim, për shkak se e ndalte, e frenonte. Po flet për lëvizjen politike të quajtur LDK. Nuk ka pas LDK, ka pas një lëvizje demokratike, lëvizje kombëtare, s'ka pas platformë politike e të partive, po ka qenë si lëvizje kombëtare për qenien e shqiptarëve. Po. Dhe aty çdo shqiptar ka qenë pjesë e saj. Nuk ka pas, ai që ka qenë shqiptar kundër saj ka qenë me Serbinë. Po rrethanat kanë ndryshuar tani. Dhe ajo lëvizje u kanalizu mbet në pasivitet. Dhe lëvizja popullore e kohës, e cila kishte qenë pjesë e saj, përsëri doli ta këto masa, kjo kohë nuk është e mjaftueshme. Kjo dinamik nuk është e mjaftueshme. Dinamika e zhvillimeve të ngjarjeve. Sepse lufta në Bosnjë, masakrat, krimet, genocidin në Srebrenicë tregonin që neve nuk kemi shpresa që të dalim ose ta zgjidhim çështën tonë në këtë formë, duke prit. U krijon rrethanat, konferenca e Ujmirit, konferenca e Kërçovës, konferenca e Prishtinës, edhe dolëm me platformën. Platforma ka dalë në korrik gusht
të 93-ës që Kosova ose shqiptarët si lëvizje popullore angazhohet për zgjidhje demokratike përgjithësore, nëse kjo nuk ka një sukses, është edhe zgjidhja me luftë. Nga ky parim, nga ky paragraf, nga ky statut i lëvizjes popullore të Kosovës, janë fillu organizimet, mobilizimet e anëtarëve të lëvizjes popullore. Njerëzve të gatshëm, edhe strukturave operative, strukturave të cilet mbrana saj kanë qenë të gatshëm për luftë.